çfarë është atentati ndaj Donald Trump? Ndaj presidentit Trump ka patur një tentativë për atentat. Çfarë është zbuluar deri tani në këtë ngjarje? Shiko, bota në raste të tilla mbushet edhe me plot teori konspirative të gjithë, por ne të mësojmë se çfarë është kjo konkretisht. Të mësojmë, domethënë, të themi në një gjë çfarë thuhet deri tani, çfarë thonë cilët janë zërat më të rëndësishëm. Ishte interesante zoti Rakipi, në qershor 2024 Pensilvani u bë atentati i parë gjatë fushatës presidentit Trump, pastaj kishim shtator 2024 u bë atentati i dytë në Florida tek po lunte golf. Dhe ky është i tretë. Vjen ky i të shtunës, ditë të shtunë nga Cole Thomas, një 31 vjeçar nga Kalifornia, Pedagog, mësues, ja. me profesion, Afroamerikan. Afroamerikanisht? Dhe po, ndoshta nuk e di, se kam ashtu atë. Dhe ndërhyr një nga vendet më të siguruara në festën që po bënte presidenti Trump dhe shtëpia bardhë me korespondentët e medias. 31 vjeçari lëshon një 8 shtëna, zbulohet nga këto pajisjet elektronike të kontrollit, domethënë i kalon brezave të sigurisë, dhe është perceptuar si një thyrje e rëndë e sigurisë. Është plagosur një polic, i cili ka shpëtuar fal jelekut antiplum, sepse mund të kishte humbur jetën. Dhe debati i madh që bëhet këtu sot, pasi është verifikuar që objektivi ka qenë presidenti Trump vetvete, debati i madh që bëhet, zoti Rakipi, është kjo. Është edhe shik kështu si komedian, si debat. A është teatr apo është real? Ky është debati i madh që po bëhet sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse u bëhet disa ta herë. E pesta. Po. Qofse i merr gjitha, po, pesta. 3 herë gjuajtje, po 5 herë tentativë në tërësi. Po, dhe çështja është kjo që ata që mendojnë që është diçka e sajuar kanë parasysh çështjen e presionit ushtarak, presionit politik, presionit demokratëve, që ditë për ditë në Kongres se shtrëngojnë presidentin Trump për çështjen e Iranit. Është edhe i frymë e tillë politike. Kam parasysh një rritje të refuzimit publik nga presidenti Trump në 20 prill ishte 36% për shtetet publike, sot ka rënë në 34%. Kështu që megjithëse është shumë, po të thuash futesh në thellësi teorive konspirative, po të thuash që po ka diçka që mund të lëvizë kështu, megjithëse nuk është për të çuditur. Sepse në 63 u vra Kennedy dhe se zbuluar kur. Nuk është zbuluar kur. Teoritë konspirative kanë djepin e vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por nëse kjo do ishte thjesht reale, do të ishte kështu si shpuna serviret, atëherë kjo do ishte edhe shumë më keq. Domethënë, presidenti një vendi që po bën luftë në Hormuz për të rritur sigurinë e botës. Vetëm nëse ishte i smur ky, ishte i smur jo. Jo, fare, kartela ti është pas. Në 2024 kishte dalë mësuesi më i mirë në shkollën ku jepte mësim. Tani do dalin sa dush për atë, vaj s'ka pas asnjë penalitet. Trump ishte i smur. Tha në një deklaratë parë, tha është një smur, do në ta relativizonte. Relativizonte, po. Po të lexoje manifestin që ky kishte lënë, po, atë në ditarin e vet aty në shtëpia te familje, ai kishte një qasje shumë të qartë doktrinore për atë që po bënte. Pra edhe unë kisha dyshime që i majtë, i majt edhe me bindje të qarta morale më tepër se sa i majt. Në qartë. Katolike. Katolike, po. A i thoshte që të kthesh faqen tjetër, duke ju referuar doktrinës së krishterë, të kthesh faqen tjetër kur dikush të godet, vlen për ata që janë të shtypur, por kur ti nuk je i shtypur, të kthesh faqen tjetër, do të thotë ti të bëhesh palë me shtypsit kundër të shtypurve, kundër atyre që shtypsi po u bën dëm. Dhe thoshte unë nuk mund të lejoj një pedofil përdhunues tradhtar si Trumpi, që të më ngjyej duart e mia me krimet e tij. Pra ai kishte një profil shumë të qartë moral për atë për të cilën ishte nisur të bënte. Sigurisht ai s'kishte përgatitje, nuk ishte pjesë e ushtrisë ose e policisë, dhe fatmirësisht që s'kishte përgatitje se i vetëm s'ka qenë grup. Dhe ishte lone wolf. Kështu e mendoj, ishte i shtyr nga një impuls i tij, domethënë, por çudia e madhe është se si ka penetruar. Kjo është. Këtu edhe në takime që bëhen në Tiranë, ose në takime që japin personalitet. Detektorët janë nivelit lartë. Shumë vështirë depërtohet, dhe ka kaluar disa breza sigurie. Ka rritur qelloj, është afruar, është një
kjo vend dyshim sistemin e mbrojtjes Ka ardhur dhe me tren. Për Nga te kësaj pastaj teoritë 3 ditë me tren. teorive Aq mban se unë me avion më kujtohet kemi shkuar teoritë që kanë shpërthyer me dy pastaj ndalesa kështu. Me tranzit. ylli se Trumpi Gjaor. teoritë që kanë shpërthyer në fakt gjen një lloj jehone dhe verifikimi në një dhënë që s'ka lidhje, për mendimin tim është e vërtetë ajo përpjekje për atentat, nuk është e sajuar, po gjen verifikim tek fakti se Trumpi ka rilindur 2-3 herë nga këto tentativat për atentate. Dhe Ndaj e bënde vetën Dhe nëse ka rilindur, pra, interesoj, vjen po pyetja, ka marrë pjesë. intereson sigurisht, po vjen pyetja, si janë kuotat e Trumpit pas kësaj, sot në SBA? A ka ndonjë ndryshim? Kuotat janë Ka ndonjë në rënje. ndryshim në Kuotat- kuotat e në rënje. kuotat janë pikjat për shkak të luftës, se kemi thënë, të luftës me Iranin. ka kryer impakt të jashtëzakonshëm. Ato, por pati një lloj, një mallëngjim u rikthye për Trumpin që deshe me na vrap prapë, si që ndodhi 2-3 herë. Pati një Po të shikosh e pamje, domethënë nuk mu duke stisur për arsye se Donald Trump u rrëzua. Qofse shohim edhe Ja, pamjen e thotë, JD Vance se si tërhiqet nga forcat e sigurisë. Melin, nëse rrin tek mënyra se si u tërhoqën në shkulltret Xhameti, se Po, forcat e sigurisë nuk marrin dot zëvendës presidentin para presidentit. Zëvendës presidenti kishte dalë ai rrit akoma aty. S'mundodhja. Ja, nuk më duket shumë e stisur, por mbase Ka ngarkesa, te forcat e sigurisë, për aq kohë sa ky zotëria ka kaluar 8 breza duke qenë një person i cili nuk ka patur lidhje, kurfar lidhje me trajnimin apo me qitjen, më duket pak sa e çuditshme kjo për shkak se mund të flitet edhe për një jo mos akordim të forcave të sigurisë, po mbase edhe për një farë informacionit jashtëm dhe për ta lënë që ky zotëria të kryejë një akt që për vërtetës mund të konsiderohet akt terrorist, sepse ka dashur të vrasë presidentin e ardhur me votë legjitime nga populli amerikan. Është thyrje shumë e rëndë e sigurisë. Patjetër, shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Çështja interesante këtu është mua më bëri përshtypje reagimi Netanyahut. Reagimi Netanyahut vjen Si me Charlie Kirk. po, Charlie po, Kirk. vjen në momentet kur merret vesh ajo në Izrael Nuk e kemi bërë në thotë. dhe ai thot Për Charlie Kirk ashtu thotë, nuk e vram në tha. që tjetër thot unë dhe Sara bashkëshortja jemi të tronditur thot nga tentativa për vrasje e presidentit Trump. Po nga e dinte ky që ishte tentativë për vrasjen e presidentit, sepse hetimet nuk ishin dalë akoma në një përfundim. Tani, është logjike ta mendosh që ai për presidentin ishte drejtuar aty, se është figura më e lartë Ashtu flet ai. Logjike, por Pastaj s'do të vriste rojtarët aty. ti je përfaqësues i një shteti tjetër dhe deklarata jote është diplomatikisht Ja shumë e falem ato rëndë. çka thënë ai të mos bëj ato që bën të tjerat se këtë Jo, domethënë kjo është në atë mregullën e teorive konspirative që Jo është para një javë në Izrael. Qartë. Ka Nëse gjëra që përdoren, në element që përdoren.